Jemi sërish bashkë dashur shikues dhe është koha për bisedën e këtij edicioni me kënaqësinë më të madhe mirë presim në studio dy të ftuarit tanë. Kam këtu afër Brillant Milazimin, artisti që përfaqëson Kosovën në edicionin 61 të Bienales Ndërkombëtare të Artit në Venecia dhe sigurisht Hana Halilaj, kuratore në Galerinë Kombëtare të Kosovës, njëkohësisht komisionere e pavionit të Kosovës në Bienale. Përshëndetje, mirë se erdhët në Ekspres, është kënaqësi t'ju mirë presim. Mirë, Rama, mirë se ju gjej. Atëherë, unë e informova pak a shumë publikun në çka do të fokusohemi sot në bisedë, pra do të flasim, sepse kanë mbetur pak më shumë se 2 muaj, derisa të fillon edicioni i 61 i Bienales Artit në Venecia, një ngjarje të cilën e presim me shumë entuziazëm, po njëkohësisht do thot mezi presim me pa hapjen e pavionit të Kosovës në këtë ngjarje. Brillant, ti këtë vit ke nderin, kënaqësinë për të përfaqësuar vendin në këtë edicion të Bienales. Na trego fillimisht përpara se të flasim më shumë për punën, si ka qenë si proces deri në këtë pikë, si ka shkuar gjithçka? Fillimisht jam tepër i lumtur që kam mundësinë me përfaqësu Kosovën në Bienalen e Venecias. Është nder shumë i madh për mua, jo vetëm si artist, po si dikush që e ka ndërtu karrierën në dialog me këtë vend. Procesi do të shku shumë mirë, jena me fat që kena një ekip kaq të mirë, si Hana, kuratori Jose, Lanza, dizajnerin Borne, plot të tjerë, më falë që së përmenit gjithë. Po, është e natyrshme mos i mbaj mend të gjithë emrat. Procesi na kogja ofër, se lajme për përgjithjen e artistëve kena marrë kogja herët në kohë duhën, sa i përket anës tem, jemi kogja ofër, po se përket këtë ekipës, e na tu ecë me nëjë kogja mirë me punë. Gëzohem që edhe si proces ka qenë i mirë, mos ta mi letë, sepse një punë e natyrës të tillë, sigurisht se i ka sfidat e veta, por që tjetë një përvojë sa me e këndshme edhe përpara se të hapet pavioni. Mirë, atër piktura me të cilën ti prezentohesh dhe ka vepra ka titullin Dhëmb të fortë, vjen me përmasa goxhat mëdha që po besoj se e don edhe kohë për të krijuar, por prapa vetes vepra qëndron edhe me një ide dhe mesazh mjaft të veçanta. Mundemi së bashku ta elaborojmë pak më shumë punën. Çfarë ke dashur me përfaqësu me Po mendoj mediumi jem kryesor ka qenë gjithmonë piktura. E këtë herë kemi vendosur bashkë me kuratorin edhe ekipën me bërë diçka që është shumë speciale për mua, edhe shumë e përgjithshme personalisht. Piktura dhe koncepti i krejt pavionit ka të bëjë me pritjen si akt psikologjik edhe politik që gjithmonë na ka ra me prit për diçka dhe na si shtet që jemi në tranzicion e tutje, kemi pas gjithmonë kësi fazat pritjes. Ka qenë interesant si ide me zhvillu qëtë koncept, si koncept ashtu vendor, po është ma shumë edhe universal me ne. Po sa ndikohet nga vepra nga përvoja personale, kur pritja e dim se definon shumë procese të shoqërisë, sidomos shoqërisë sonë, cilëm ne sot jetojmë? Unë si gjenerate e re e cila kom lind para luftës, për me zhvillum gjatë luftës, gjatë shtit tranzicionit Kosovës, gjithmonë kemi qenë në pritje diçkafit. Edhe nuk e kemi shumë të definume si për çka jena tu prit, është pak enigmë puna e punës, për e cila punë e cila mbartë me vetë shumë narrativa dhe personalet mijat, po ashtu edhe kolektive, që mundohemi me transmetu në mënyrë më të sinqertë që mujna me i ofru një publikut shumë gjatë që është në Venecia. Tjetër. Mirë, Hana, me qenë se jeni komisionere e pavionit Kosovës tash e sa kohë dhe sigurisht me profesion të gjithë e dinë se jeni një kuratore e suksesshme, si ju duket koncepti i përfaqësimit Kosovës kësaj radhe, sipas mendimit tënd personal? Mendoj që është një tematikë e rëndësishme dhe një tematikë cilën e rëndësishme për të konsideruar edhe për të trajtuar sidomos në momentin cilën gjendemi në situatat globale, politike, shoqërore në cilat po kalojmë. Është një paqartësi apo jemi duke kaluar në një periudhë në botë ku
edhe ato shtete ndoshta cilat konsiderohen si fuqi botërore e politike, gjithçka domethënë është duke u vënë në peshore dhe rendi i ri i botës pothuajse është duke pak a shumë po vihet në pyetje edhe po ndryshohet. Kështu që për një shtet si Kosova me një histori të shkurtër të pas luftës, domethënë pas që ndoshta në përditshmëri na duket se ka kaluar shumë kohë sidomos me zhvillimin e shpejtë cilën vendi e ka përjetuar, është mbi të gjitha është një ngjarje e cila nuk ka ndodhur shumë kohë para, kanë kaluar vetëm 26 vite, edhe është një histori që po e shohim që është duke ndodhur edhe duke përjetuar në plot vendet e tjera, kështu që radha e pritjes refugjatëve, radhat e pritjeve për ndihmë e për nevojë që po i shohim anëmban globit, është diçka që mendoj që ne shumë lehtë e gjejmë veten to dhe diçka me cilën lidhemi. Mirë po mendoj që e bukur e pavilionit është që edhe e veprës e brillantit që nuk e definon këtë pritje përkatësisht vetëm për luftën, ndoshta në fakt ne që vim për kësaj eksperiencë ose unë personalisht e kam biseduar me Vlantit që e kam pas një tendencë ndonjëherë me lexu disa prej veprave ashtu, mirë po shumë prej veprave janë edhe një reflektimi, një shpresë, edhe një shpresë për ndryshim, edhe një shpresë për momentin për kohë më të mira, edhe e reflektojnë një diçka që është duke ardhur, një diçka që nuk dihet domosdoshmërisht nëse është pozitive apo negative, po më rëndësi është në persistenca domethënë e të pasurit shpresë, edhe nevoja për me qenë pjesë e këtyre ndryshimeve, po edhe më duket e rëndësishme që pavilionet trajton pritjen edhe mendon apo nga ana konceptuale edhe në biseda gjithmonë të brillantit së bashku me kuratorin Jose. Këta flasin edhe për pritjen në përditshmëri, për gjërat zakonshme, pritjen në market, pritjen për me marrë një dokument, deri te pritja për gjëra shumë madhore që na formsojnë në një nivel domethënë kolektiv. Tjetër. Po me që e përmendte kuratorin, si e vlerësoni bashkëpunimin me kuratorin meksikant Jose Esparza Chong? Unë kom pas fatin me taku kuratorin në vitin 2022, kur kam qenë në New York për një periudhë. Kom has me pas një studio në Bronx, cila ka qenë pa drita dhe pa nxemje, dhe ka qenë kohë e ftoftë, por kom pas nevojshme me punu, me gjithë me reflektu ndaj qati qytetit shumë energjik New Yorkut. Pastaj na taku me Josein, edhe ai ka ardhur me bo një vizitë në studio. Më thonë, hajde më herët se s'kom drita. Ai u vonu pak, tani kur ka ardhur, i kemi po këtë punë me një kësi dritë e dorës, u konë shumë interesant, se ka pos shumë punë. Ai veç e ka dash shumë, po edhe çka e rëndësishme që e ka kuptu tepër mirë punën temë, edhe ka ditë me lexu shumë mirë. Me Josein kemi bashkëpunu edhe në vitin 2024 kemi pas një projekt në New York, që ka ecë shumë mirë. Kom fatin që punoj me një njeri si ai, që e vlerëson edhe din me shqyrtu punën tonë mas mirë. Hana, disa fjale dhe te saj përket këti bashkëpunimi me kuratorin meksikan, sepse e keni qenë më afër gjithë procesit të punës. Është për mua është e rëndësishme që brillantin jetë me fat, edhe mendoj që energjia dhe bashkëpunimi mes tyre e përcjellet në gjithë ekipin, edhe përcjellet domethënë ky pasion edhe këtë mund që këta sjellin brenda projektit, reflektohet te pjesa tjetër e ekipit që mundën me qenë bashkëpunëtor të ri, mundën me qenë bashkëpunëtor ndoshta të mëhershëm. Kështu që ka qenë një energji shumë e mirë. Unë kom pas fatin edhe në edicionin e kaluar me rastin e Dorëntinës dhe Ermirës, që pashtu kemi pasur një ekip fantastik, e jemi ndoshta si shtet me fat që ky fat i mirë po vazhdon edhe këtë vit, domethënë është një bashkëpunim i mirë. Brillanti dhe artistët zakonisht në thirrjen e hapur për pavilion aplikojnë së bashku me kurator, edhe mendoj që është shumë e rëndësishme pas që
vrehet edhe domethënë gjatë shqyrtimit të aplikacionit dhe nga juria vije gjithmonë pa kur një bashkëpunim është i natyrshëm edhe është një bashkëpunim që vjen si vazhdimsi. Mirë po mbi të gjitha edhe nuk do të thotë që domosdoshmërisht do të jetë bashkëpunim që ka ndodhur më herët, mirë po çështja në bashkëbisedim mes artistit dhe kuratorit gjithmonë reflektohet shumë qartë edhe në aplikimet edhe në shkrimin dhe projekt propozimet e dorëzuara, edhe mënyra e leximit edhe kjo çështje për cilës po i referohem ka qenë edhe një pikë e fortë e aplikacionit cilën juria ka vlerësuar edhe në rastin e përgjedhjes së Brillantit. Jose është momentalisht është më prarë nga Meksika, mirë po është drejtar në Storefront for Art and Architecture, një institut i vogël i njohur si pjesë e skenës alternative në New York që është nga vitet e 80-ta, mirë po edhe me një praktikë të gjerë kuratoriale i cili ka punuar në muze të ndryshëm, i njohur për shkrimet dhe kontributet e tij në publikime të ndryshme, edhe dikush që ka pasur rastin të vizitoj Kosovën disa herë, kështu që edhe konteksti i Kosovës nuk ka qenë i panjohur për të. Kështu që gjitha këto elemente kanë bërë këtë bashkëpunim shumë më të lehtë edhe të këndshëm. Sa gjë e mirë, po Ana njëkohësisht na trego nga pikpamja jote se mendon që është kaq e rëndësishme apo sa është e rëndësishme të përfaqësohet vendi në një prej ngjarjeve më menam të artit bashkëkohor në botë. Është përveç vizibilitetit edhe rëndësisë që me u dëgju zëri e një shteti si Kosova në një kontekst si Bienalja që me gjitha kontraditat e saj, rreth strukturës, rreth asaj që Bienalja e përcjell, rreth formatit të paviljoneve kombëtare, e cila në botën e artit ideja e kombit gjithmonë domethënë vihet në pyetje si diçka që nuk është homogjene. Për shembull në rastin e Kosovës me rastin e një ekspozite personale je duke munduar që të tregosh një narrativ kolektive përmes një zëri, kështu që është përgjegjësi e madhe më mundu me sjell një tematikë e cila i flet të gjithëve, pa marrë parasysh prej nga vijnë ose kontekstit, mirë po dhe një tematikë që është shumë specifike për një vend si Kosova. Mendoj që në të gjitha edicionet, duke përfshirë këto 7 me radhë, artistët që kanë përfaqësuar paviljonin e Kosovës në Venecia kanë bërë një punë të mrekullueshme që me sjell tematika që janë të kohës edhe janë pjesë e një dialogu ose një diskursit të rëndësishëm edhe kritik, të sjellin një pikpamje kritike në atë për atë që çfarë do të ndodhë për momentin, duke treguar historitë e vendit tonë. Kështu që është diplomaci kulturore edhe domethënë është e rëndësishme ky prezantim pasi që mbi të gjitha në një histori kaq të shkurtër të prezantimit të Kosovës në një ngjarje kaq të rëndësishme kemi pasur paviljone shumë të suksesshme që janë reflektim i dinamikave edhe mendoj që janë reflektim i një pune edhe entuziazmi edhe një punë që Brillanti ka të thonë më herët sinqert që reflektohet edhe në një kontekst që është domethënë të prezantuara më shumë se të 10 shtete që me ekspozitat e tjera dhe ngjarje kolaterale që ndodhin nëpër qytet është pothuajse pamundur me i pa të gjitha. Kështu që fakti që në çdo edicion Kosova arrin me sjell zonën domethënë me sjell një pikpamje që merr vëmendje është për të vlerësuar. Kështu që jemi me fat që kemi një skenë kaq të mirë. Po për ty Brillant si artist, por njëkohësisht edhe si individ, sa është e rëndësishme apo çfarë rëndësie ka fakti që përfaqëson paviljonin e Kosovës në një ngjarje sikurse Bienalja e Venecias? Për mua ndoshta po sigurisht është projekti më i rëndësishëm që e kam zhvilluar, që jam tu e zhvillu edhe është projekt i cili mbartë shumë përgjegjësi. Te unë posaçërisht, se jam të me konë tepër përgjegjës ndaj punës teme dhe prezantimit të një veni të vogël si Kosova me një kontekst global që është shumë e rëndësishme se deri me tani Shqetëseke dhe Hana kanë qenë gjitha përfaqësime shumë të mira, e kam fatin me konë edhe në që terren të përfaqësimit. Po, shpresoj që kam shku shumë mirë. Patjetër, edhe këtë gjë ja dëshirojmë me të vërtetë me gjithë zemër, sepse në të kaluarën e të përmendje edhe Hana që është hera 7 që marrim pjesë tash me ty në këtë bienale dhe në fillime kanë qenë artist goxha të njohur
sot të skenës tonë artistike, të cilet e kanë përfaqësuar Kosovën, dhe pastaj në vitet më mbrapa ka pasur edhe artistë të gjeneratave të reja, por që me të vërtet kanë qenë në të njëjtin nivel, në të njëjtin rang, madje edhe duke arrit kështu me shënu suksese, kështu që dëshirojmë të njëjtin sukses edhe ty. Uroj gjithçka të shkojë mirë. Mirë, Hana, këtë vit pavioni i Kosovës ka me u prezantua, po do të zërvend në kishën Santa Maria del Pianto në Venecia. Çfarë e bën veçantë këtë hapësirë, nëse mundesh më na tregu pak, përveç faktit se është pra një ndërtesë e cila është e vjetër nga viti 1658, se nuk ka bua. Këtë hapësirë kemi zgjedhur së bashku në një prej vizitave që kemi bërë me Brillantin edhe kuratorin Jose. Pasi që në momentin që artistët aplikojnë, zakonisht ideja dhe koncepti duhet të jetë pak a shumë e konsoliduar, gjitha detajet definohen në proces, mirë po është e mjaftueshëm që me pas pak a shumë një qëllim se ku, apo një ide se ku mund të adaptohet me mirë projekte, edhe kemi pas shumë lokacioneve që kemi vizituar, kemi menduar se përzgjedhja e Chiesa Santa Maria del Pianto është një vlerë shtuar në konceptin, pas që është objekti është pjesë komplekse të spitalit të qytetit të Venecias, edhe kuptohet se nocioni i pritjes në një vend si spitali merr kuptim shumë të thellë edhe më të rëndësishëm, edhe kuptim krejt tjetër prej asaj se ku do të thonë që të bën edhe me reflektuse mbi durimin që dojmë me pas gjatë pritjes edhe shpresën, edhe kështu që është e veçanta e saj është që përveç arkitekturës është një lokacion i cili nuk ka qenë i qasshëm dhe i hapur për publikun për më shumë se 50 vite, kështu që me rastin e pavilionit të Kosovës do të jetë ngjarja e parë kulturore për cilën kjo kish do të hapet, e cila menaxhohet nga një fondacion si që është pjesë e kompleksit të spitalit. Kështu që jemi duke punuar ngushtë me ta, pasi edhe ata dëshirojnë që me rastin e rihapjes kenë vëmendjen ndaj shumë detajeve në mënyrë se çka do të jetë historia e asaj ndërtese, mirë po është një ndërtesë me histori të gjatë, që nga shekulli 17, i cili ka shërbyer, ka pasur role të ndryshme për strehimin e jetimve, refugjatëve, ka shërbyer si shkollë, si manastir, si kish. Kështu që për momentin edhe e kemi konsideruar që ka qenë hapësira më përshtatshme për veprën e Brillantit, edhe menzi po presim ta ndajmë, pasi që ka edhe një oborr shumë të mirë mbi të gjitha, edhe po shpresojmë që përveç një momenti që vizitorët do të kenë me qëndru edhe me reflektu vetëm me punën, me pas edhe një moment në borën që mundu me nda për më shoqëru e më socializu edhe me pushu, se Venecia din me qenë edhe shumë e latshme. Është shumë interesante kjo pjesë, sepse janë detajet të cilat publiku i thjesht jo domosdoshmërisht i di, po që në këtë rast zgjedhet edhe lokacioni me u përshtat me atë çfarë ju keni desht apo dëshironi me bardhë si mesazh te publiku i bienales. Brillant, megjithse je një artist i gjeneratës së re, publiku e njeh punën tënde përmes ekspozitave të shumta personale dhe kolektive që ti ke realizuar në vend, por edhe në qytete të ndryshme të botës, të tilla si Shanghai, New York, Paris, Rome, Los Angeles dhe të tjerë. Sa të kam përgatitur ndoshta do thoshe këto prezantime nga e kaluara për një përfaqësim siç është ky në pavionin e Kosovës në Bienalen e Artit në Venecie, duke qenë se është një ngjarje e cila pa diskutim e vulon suksesin e një artisti. Unë po mendoj rrugtimi jam artistik është prej moshës të hershme, gjatë që gjatë këtij rrugtimi ka pas shumë përvoja dhe shumë njerëz që meritojnë merita për bënien tem si artist, si plot profesora, plot shokë, familja, normal. Po këto ekspozita normal që ashtu pak të pjekim për distancë pak më lart, ashtu si e çon një shkallë, pastaj një tjetër. Po shumicën e ekspozitave nuk kam pas rastin me shku për shkak të vizave, ne kam qenë pak më i qetë ashtu në shtëpi, që kishte online çapo ndodh. Po kanë qenë shumë të rëndësishme për këtë hap, që është për mua është goxha i madh. Po që jam
jam shumë i lumtur që jam pjesë e kësaj, edhe me përgjegjësi shumë të madhe që ceka. Patjetër, do t'jetë krejt ndryshe ta jetosh bashkë me publikun, çdo reagim, çdo koment, çdo vlerësim, çdo pyetje, interesim që ata e shfaqin, do t'jetë vërtet interesant që t'jesh prezent kësaj radhe dhe pse jo me ja përgjigje për gjithçka. Po, gjithmonë do të më qëndru prapa asaj që e bëjmë, edhe pse gjithmonë tentoj që puna jem ashtu me pas atë forcën e cila me njëherë përqënte të shikuesi një ndjeshmëri shumë të madhe, nështë pa marrë parasysh çfarë mund me qenë, e mirë ose jo e mirë, po gjithmonë do të jemi pranë pikturës. Mirë, jemi afro drejt fundit bisedës, për fund një pyetje për të dy, çfarë prisni nga edicioni 61 i Bienales? Mundet me qenë aspektin e prezantimit, mundet me qenë vetëm nga ana e përvojës, pse jo ta presim edhe një sukses, do të ishte mirë. Po filloj me ty, Briljant. Çfarë pret nga gjithë ky rrugtim? Sepse është i veçantë, është unik. Unë pres që zoni i Kosovës të shkojnë në vesh të duhur global, edhe të jetë një përfaqësim shumë i denj. Edhe shumë mirë. Po. Ana? Unë pres që Briljant dhe ekipi Munici gjithçka është e mundër edhe këta mundi rahat pasi që kuptohet punën kryesore edhe ndjesinë kryesore që njerëz kanë me marrë prej vizitës në ekspozit, është rezultati i asaj që Briljanti ka me prodhu, kështu që vetëm shpresoj që ka me qenë procesi ka me shku mirë edhe letë që shka qenë duke shku deri tash, edhe ka me qenë një punë e këndshme për gjithë. Me pas është pak e shumë, është e pa mundur me mundu me definu se çka njerëzit kanë me marrë prej veprës ose prej projektit, po shpresoj që ato që Briljanti e ka mrena, ka me mri, që unë mendoj që ka bërë më shumë prej neve, po ka me mri edhe me një audiencë shumë atë gjanë me përshut një të ndjesi. Atëherë unë pa dyshim do ta them këtë, nuk dyshoj fare që Briljanti do t'jetë briljant. E thash një fjallë kështë ma interesant. Po të falenderoj shumë edhe njëherë që gjetët ko me qenë pjesë e ekspresit edhe me nda gjitha këto detaje me shikuesit, mezi po presim që të vije data e hapjes pavionit të Kosovës. Sigurisht ne do t'i mbajmë të informuar me atë sa mundemi për të parë gjithë mbarvajtjen. Uroj shumë që ta shijosh këtë përvoj. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi me qenë këtu me juve. Shpresoj që shihemi në Venecia. Patjetër. Uroj edhe unë, faleminderit shumë. Faleminderit Ana. Miq të dashur, ne kemi dhënë fund bisedës së këtij edicioni, por bashkë do të qëndrojmë edhe për pak minuta. Mirë po, fillimisht shkëputemi për pak marketing.